Shpopullimi. Ju besoni në reduktimin e popullsisë? Mendoni se mund të ketë ndonjë mekanizëm për të reduktuar numrin, ose nëse ka, kur ka filluar? Ta diskutojmë së bashku. Si gjithmonë kushtuar rastisht nëse nuk i keni bërë ende lidhur me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Nëse mbani mend, tek emisioni Enigma kemi folur për reduktimin e popullsisë, ku mendohet që ka disa forma për reduktimin e popullsisë, disa të bëra nga vetë njeriu. Është mirë që ta diskutojmë sepse vijnë pothuaj nga të gjitha anët. Për shembull, thuhet që kohët e fundit është zbuluar një lloj dokumenti i CIA-s që thuhet që uji, ushqimi, ajri, çdo gjë e kanë bërë me fjalë ndotin prej kohësh me lloj substancash të ndryshme që dal nga dal të godasi qelizat dhe t'i bllokojë ato që me kalimin e kohës të bëhet reduktimi i popullsisë dal nga dal. Për shembull, për sa i përket ajrit, thuhet që janë ato errët kimike, nëse keni dëgjuar. Bile për këtë ka folur edhe një general italian para disa viteve, kemi bërë në emisionin Enigma, dhe nëse flet një general është ndryshon gjërat, dhe për më tepër kanë folur me mira njerëz tonë të njëjtat gjëra, që me anë të avionëve shpërndajnë disa kontingjente që me kalimin e kohës bie në hapësirë, e thithin njerëzit, por njëkohësisht edhe në agrikulturë. Bile do t'i them, dhe kjo krijon probleme të mëdha me kalimin e kohës, krijon në shëndetin e njeriut. Por ka dhe diçka tjetër. Nëse për ata që nuk e din, në agrikulturë ka vite që përdoren pesticidet. Më përpara nuk përdoreshin pesticidet. Pesticidet filluan që të përdoreshin me zhvillimin e njeriut, pra duke filluar nga viti 80 e këtej. Dhe nëse e shikoni, janë shtuar gjithmonë më shumë. Bile tani në disa vende, për shembull në Evropë, në disa vendet e Evropës e kanë ndaluar. E kanë ndaluar që të përdorësh pesticidet sepse e kanë zbuluar shkencërisht që këto pesticide me kalimin e kohës futen në trupin njerëzor dhe fillojnë krijojnë probleme të rënda deri në kancer. Dhe ky është problemi tjetër. Ndërsa për sa i përket ujit, dëgjojeni me vëmendje, dëgjojeni. E them kështu në mënyrë pak e këtyre adoleshentëve të rinj që të kaloj kështu, sepse nuk është për të qeshur, por është për të qarë. Po thosha, dhe për sa i përket ujit, për shembull, në ujë përdorin klorin prej vitesh, sepse klori pastron tubët. Duan apo nuk duan, duam ne apo nuk duam, uji pastrohet me anë të klorit, pra këto tubacionet, sepse duke kaluar në për tube, uji, me fjalë aty krijon alga, krijon papastërti, pislliqe, dhe janë të detyruar që ta bëjnë me klor. Mirpo, klori dëmton kryesisht qelizat në përgjithësi. Por, më shumti ka një problem të epifizës, ose e bllokon, si mund të quhet epifizën, që mendohet që është truri shpirtëror, mund të quhet, ose kontakti me Zotin. Sepse askush nuk e di se ku gjendet shpirti. Thuhet që gjendet pikërisht aty tek epifiza, sepse janë disa sinjale që arrin aty dhe mendohet që aty është lidhja kyçe. Mirpo, nëse përdoret klori që prej viteve 70, 80, ndoshta edhe më përpara, deri tani, merreni me mend sa vite e kemi përdorur klorin. Në shtëpitë tona dhe vazhdohet ende sot që të përdoret, sepse nuk ka një sistem tjetër. I vetmi sistem ai është. Pra, është sistemi për të pastruar tubot. Dhe ne pim kafshët, çdo gjë, dhe këto qeliza, këto grimcat vogla, futen nëpër qelizat e njeriut, të kafshëve etj, dhe dëmtojnë me kalimin e kohës. Ndaj dhe sot nuk ka, me fjalë, çfarë kishte ata që kanë lidhur para viteve 40 apo 30 që kanë arritur të bëjnë 100 vjeç, sepse këta që kanë lindur nga vitet 70, 80 dhe këtej, ndoshta edhe më tepër, nga vitet 90, kanë më pak shanse që të jetojnë kaq gjatë. Pikërisht pra nga ky akumulimi i këtyre papastërtive të gjitha këtyre që themi, pra nga ajri, grimcat që thithim nga ajri, grimcat që na vinë nëpërmjet ujit apo nëpërmjet pesticideve. Madje thuhet që edhe nëpër ushqime,
Sepse, për ata që nuk e din, gruri, për shembull, është një nga ato komponentët, si mund të quhen, që merret nga grosistët, përpunohet për t'ja ushitur edhe njerë grosistëve, ose bëhet edhe miell. Pra, këta nuk kanë të drejtë, këta të vegjlit, me fjalë mullinjtë e vegjël që të bëjnë miell, por duhet t'ja u lënë atyre. Dhe thuhet që këta që e kanë marrë në dorë janë disa tipa që duhet me se s'bën të bëjnë disa përpunime të grurit që të ketë gjithmonë grimca të tilla. Dhe në fakt në disa emisione i gjeni gjithandej edhe në Itali tek Italia 1 e kanë dhënë etj, që kanë gjetur disa gjëra që nuk duhet të ekzistonin në miell ose në grur. Pikërisht sepse ja u lan këtyre tani dhe këta ja u lan. Këta e bën atë me fjalë që të mbledhen vetëm në disa grosist, jo tek të gjithë. Dhe këta që mbledhin grurin bëjnë përpunimin. Pse po them për grurin? Sepse gruri është kryesori, është baza për të gjithë. Ti me grur bën çdo gjë. Bën biskota, bën për fëmijë, bën bukën, bën çdo gjë. Dhe pasta që i thonë këta, që në Itali është shumë e përhapur, pra me grur bën çdo gjë. Dhe kështu që gruri është themelor. Ndaj e kanë marrë këta në kryesorët. Dhe problemi tjetër është që në të gjitha këto që tham, nuk bën askush asgjë. S'mund të bëj dot asgjë. Sepse, sikur të jemi në një pulari të madhe, një kapanon, hedhin atë ushqimin ashtu për dhe është i ndotur, ti je i detyruar të hash, hedhin ujin dhe uji është edhe ai i ndotur, vjen nga cisternët që është sipër dhe ti je i detyruar ta pish se s'ke. Etj. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe këtu, sepse këtë ujë, këtë ajër, çdo gjë që ndodh, e thithin të gjithë, e pinë të gjithë. Pra, edhe politikanë, edhe ata që kanë vendosur, dhe duket, sepse këtu të bën të kuptosh që nëse të gjithë bëjnë kështu, njerëzit, atëre më bën të mendoj, mos thoshte ata nuk janë njerëz ata që vendosin këto gjëra për të bërë reduktimin, ju si thoni. Dhe mundet që të jetë e vërtet kjo, sepse thash, flitet për ajrin që e bëjnë me avion, flitet për ushqimin që e bëjnë nëpërmjet pluhurave. Dhe flitet për pesticidet që krijojnë probleme, dhe kjo është shkencore. Flitet për ujin, që edhe uji ka jo vetëm klor, por edhe pH etj, pH që e quajnë këta, që përdoret gjithmonë për të pastruar, por ka probleme në trupin e njeriut etj. Pra, për të gjitha këto mund të krijohen, me fjalë, për të gjitha këto krijohen probleme në qelizat e njeriut me kalimin e kohës, derisa shkojnë, ngacmojnë disa vatra ku je më i dobët dhe krijon probleme të mëdha shëndetësore. Pra, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? E përsëris edhe një herë. Ky duhet ishte me ulërima ky lloj argumenti, por e bëra pak kështu të qetë. Që ndoshta në këtë mënyrë mund të diskutojmë të gjithë dhe jo vetëm. Nuk e di më kuptoni apo jo. Megjithatë pres komentet tuaja, natën e mirë.